Ju përshëndesim, mirë se erdhët në kuzhinën e Reze Dielli, si gjithmonë, me energji shumë të mirë për të gatuar edhe për të shijuar. Patjetër që po. Çfarë do na gatuar sot? Një byrek role me 5 foliat. Okej. 5 foliat ne e dim shumë. Unë e kam marrë të gatshme tash se. Dëgjoj, është shumë e kollaj që themi një 5 foliat, por që të bësh një 5 foliat kërkon orë. Kërkon orë të tëra, pra nuk është aq kollajt, sa që i shikoni ju në aty YouTube, jo po merr brumin apo gjalpin, do orë të tëra. Pak a shumë siç është baklavaja është dhe peta e foliatës. Që kështu për të qenë edhe unë shumë e vërtet me ju, unë e kam marrë të gatshme. Çfarë më duhet? Patjetër që mua më duhet e nis direkt të bimët aromatike që është në lidhje me tokën, siç është veshur dhe goca me ngjyrat e tokës. Me ngjyrat e tokës. Pra kam majdanos, kam vendosur edhe pak fare kopër. Kam djath të grirë, dhe kur është e djath i grirë, më duhet një djath që shkris, që është mozzarella, që është gouda. Kam dy vezë, kam prosciutto, kripa, piperi, normalisht hudra për mos më të mam sysh, larg nesh. Edhe gjalpi. Na jep edhe forcë, kështu që. Patjetër për forcë, po nuk ngargon tensionin që unë triet t'jem gjithmonë kështu e qeshu si pema e vitit të ri. Përveç se syrit, po. Të largun energjinë e keqe. Larg nesh. Po, hudra, kur thonë që është edhe larg syrit keq, patjetër e mirave është fut një kokër hudrën në xhep se s'bota që amen nuk bot gjë. Kur fute kripën, fute edhe hudrën. Ku marr sheqerin? Ku është kripa? Ma do më japësh në një, apo s'ka problem. Dale, urdhëro, mbaje. Mbaje, mashallah. Mbaj me në xhep tan. Mirë se është fund viti tani dhe duhen marr masat. Bravo. Mua një kokër hudrë më duhet. Ja e pasam këtu. Atëherë marr petën sfoliat, gjalpin, e kam tretur. E kemi tretur. Do ta vendosim këtu? Të parë apo ta mbështjellësh? Haroni të ta keni të para ngrohur. Dalë më se sikur u hapa shumë. Sikur u hapa shumë. Ke populluar me produkte gjithë banakun. Urdhëro, ja kështu që ta ketë edhe djali, që të më shikoj ta mama shu si duhet. Përveç petës foliat, çfarë na duhet tjetër për këtë gatim? I shohim së bashku një herë përbërësit se çfarë do ishte nevojshme të kishit në tryezë, sepse fillimisht i bëni gati ato produktet dhe i keni për t'i përgatitur më praktikisht. 5 foliat role e mbushur me një tufë majdanos, 30 gram gjalpi shkrir, 2 thelpinj hudhër, prosciutto 150 gram, djath i grir 150 gram, një kokër vezë dhe pak krip. Përveç se dhe petës foliat të cilën pasi e keni marrë nga ngrirja, duhet të qëndrojnë në temperaturën e dhomës. E spërkas të gjithë me vaj. Ja. Një djath që shkrin brenda, do të ngjitet me brumin, do t'japi dhe shumë shije. Fundoret, këtu sa më shumë, edhe këtu jetë sa më pak. Një thelpi hudhër. Largoj lëkurën. Edhe këto bimët aromatike me aromën dhe me shijen e hudhrës janë një kombinim shumë i shijshëm. Edhe pak, shtojmë pastaj edhe 2-3 produkte sa na mbetën, edhe veza edhe produktet e tjera, një prosciutto se tani në këtë periudhë të vitit s'kam nevojë fare me blender, me thik. Të gjitha këto gatime ose produkte që ndoshta edhe mundet të bëhemi pishman, po do fillojmë janarin me ato. Janari është ndërgjegjësimi. Do lajmë mëkatet e ëmbëlsirave, mëkatet e ëmbla. Por duhet ta shijojmë këtë periudhë të vitit se Dhe le të shkoj në purgator nga mëkati i ushqimit. Le të shkoj. Mos e shpreh në mënyrën dëshirore.
Zbëhet shaka. Nëse është të shkoj nga ushqimi, le të shkoj. E shoqëroj me pak piper. A keni pa në njëri për shumë që të flasi për ushqimin e të mbaj fytyrën e rrudhur? Gjithë kujti qesh fytyra kur është për ushqim. Pak, janë të pakt. Pak shumë ato. Edhe pakës fare krip. Edhe kripa. Dhe... Opa. Peta, me sa kuptojmë, nuk duhet lënë shumë të qullet në ambientë, se dhomat janë të ngrota tani në kuzhinat për shkak të ngrokseve kondicionerit, dhe ajo qullet lëshohet, kështu që duhet të rri vetëm gjysmore dhe e gatuani gjysore një orë nga ngrirja. Marim tani. Pastëroj këtë, opa e largoj. Një tepsi. Edhe i pjekim, edhe janë dhe në formën e antipastave, mund të jenë në tryezat tuaja, kur ju vinë njerëz, se tani është dhe periudha që presim edhe më shumë njerëz, më shumë vizita, kështu që kaq pak minuta ju bëni disa gatime të tilla. Antipastash. Bëni diferencën e gatimit për festa, kjo është. Do t'i luaj me një të verdh veze dhe do të marrin atë ngjyrën e këndshme. Pra, me një pec foliat, varet dhe si i prisni, ne i kemi një çik të bollshme se i duam që t'i shijojmë, por megjithatë edhe më të vogla nuk bëhen. Edhe këto fundoret që janë, i vendosim të tilla. Ku do të çojmë? 10 të tilla. Shohim pak edhe një herë, e përsërisim listën me përbërësit, ishte shumë e thjesht, një pec foliat ju duhet dhe me çfarë do ta mbushni, me djath të butë, të cilin do ta grini, ose nëse e keni marrë të grirë, akoma dhe më mirë. Do të keni bimë aromatike, do të keni majdanos edhe koper, një lloj proshute që ju përdorni, pak krip, pak piper dhe një thelpi hudhër ose 2 sa për ta ngacmuar pak shijen. Sa të japim atë aromën. Një vezë në fund fare për t'i lyer me furç dhe për t'i vendosur në furr për t'i pjekur në një temperaturë 200 gradë Celsius. Atëherë, pakës krip edhe pak vaj. E mirat mirave është furça, sidomos plastika nuk e kap mirë. Pra, letra e ngop këtë sipërfaqe si duhet. Ja. Dhe jo vetëm në një kohë kur flitet për cilësinë e të gjitha enëve që ne përdorim në kuzhinë, tepsive, tenxhereve, lugëve, pirujnëve, furçave prej silikoni me radhë, po duan kujdes veçantë ato pastaj. Po, patjetër. Që rikthehemi tek tradita, edhe në ekzekutimin e kësaj forme. Jo, pa qëllim, bëjmë këto veprime, jo pa qëllim. Sepse furçat ndodhen kudo. Ja. Pra, unë kam vënë 2 kokra vezë, ju mund të vendosni sa të dëshironi ju, e verdha e vezës vetëm. Dhe i marrë me të mirë, filloj edhe ansoret, në pakës këtu. I jam. Ja, kështu. Tamam. Super, super. Gati për ta pjekur, e vendosim në 200 gradë dhe do të bëjmë shkëputjen tonë të parë për të rikthyer për të gatuar. Çfarë do gatuajmë pastaj? Gatuajmë, bëjmë një gjellë me mish viçi? E bëjmë. E bëjmë, hajde. Drekën tonë me mish viçi, rikthehemi shumë shpejt.
Rikthehemi tani për të përgatitur gjellën tonë me mish. Shohim pak recetën të shkruar dhe më pas produktet do t'i vazhdojmë t'i punojmë dhe të kalojmë në ekzekutimin e recetës. Çfarë përmban gjella jonë me mish? Mish viçi, cilën e kemi trajtuar pak minuta, sepse do të marrim pak kohë, dhe do jetë në tavë me mish viçi dhe me qep. 3 qep të mëdha, 3 thelpinj hudhër, 4 racione mishi, 2 lugë gjelle uthull, 1 lugë miell, 1 lugë salcë domate, piper i kuq, piper i zi, krip dhe rigon. Qep të bardha apo qep të kuqe, me edhe qepët i pas ke zbutur pak, apo jo? Pak fare i kam zbutur, shumë pak, dhe i vendos direkt në te mishi. Shtoj pak yndyrë. Shtoj masën, pas kam 2 herë krip. Ska e do fati. E do Ne i fati. bashkojmë në një, se do jetë recetës tjetër dhe nuk ka asnjë problem. Shtoj pjesën e salsës. E përzjej derisa të unifikohen të gjitha bashkë. Kjo do jetë ajo receta kur ne aty në tavë kur të piqet, do ta ngjyejmë. Do të përthithen këto lëngjet, piqet tretet mira ajo qepa me atë salcën, dhe na shijon ashtu me ato kafshatën me bukën apo me kulaçin apo me bukën e misrit. Kështu e përfytyroj unë të paktën në tavë. Jo, kështu e përfytyroj të gjithë, jo vetëm ti. Okej. Shumë mirë e ke. Shumë mirë e ke. Kam thelpit e hudrës. Masën e piperit. Rigon. Sërish, e lë me kaqë. Pra, nuk i shtoj ujë. Ndale, se pas kam marrë dhe 2 kapak, po si? E lë. Të tretet pak qepa, të zgjedhem tepër mishi. Ja, ta transferojmë në furrë, ta bëjmë si tavë, por edhe në tenxhere kam përshtypjen se mundet të arrim qëllimin. Do të shtoj masën 2-3 hudhra. e hudrës. Opa, edhe këtë të voglën këtu, që të kem tamam. Pra nuk shtoj asgjë tjetër plusë, asgjë tjetër nuk shtoj plus. E lëm që të zjejë në qetësi. Ja të ma një tas tjetër më të madhë. Me pakës ujë. E nëse duen të tjera bimë aromatike, i kemi aty. Dhe, nëse ne nuk duam që të kokrizohet mielli, shumë mirë mund të shtojmë vaj. Por vajnë mund të shtojmë nëse kemi shtuar pak këtu dhe jo aq sa duhet. Pra, marë mielin dhe i jap trajtën që duhet i jap, që mos ta kem të kokrizuar. Po të doni ju mund të shtoni dhe pakës qumësht. Gjë që, ja, le ti marr pak borxh recetës tjetër. Ja, ku e kam këtu. Një lugë ose 2 lugë qumësht e bëjnë ato diferencën. Shumë mirë. E kam thënë sidomos në tavat e baltës, në çdo te grosha. Bëhet shumë e mirë, te jania bëhet shumë e mirë. Pra janë disa, jo të gjitha gatimet e pranojnë ta kenë qumshin,
Ja shtojmë dhe lëm pastaj të vazhdojmë atë pjesën e dytë të zjerjes edhe të ajkosjes të mine. Do t'i shtoj pakës uthull dhe kaq ujë. Do t'i ullë nxehtësinë, ashtu siç i ka lezet. Shijen e rregulloj më pas. Ishte këtë masën e qumshtit. Dhe po të dua me kalojmë në vorb, po të dua me lëm kështu, unë recetën tjetër nuk e kam me proces termik, që e lë që të bëhet avash. Nuk më pengon asgjë. Në fund fare shtojmë bimë aromatike, nëse dëshironi është gjithmonë si pas dëshirës. Nëse do më pyesni mua, pa tjetër që shtojni bimë aromatike. I vë kapakun dhe hap portën tjetër për të marrë bimët aromatike. Dhe bimët aromatike që kam këtu, normalisht do punoj me kërcent. Pra, edhe kur marrë pjesën e gjetheve, kërcent i lë. Paralelisht me këtë recet, piqen edhe antipastat ose petas foliate mbushur, kështu që ne në fund fare do t'ja shtojmë majdanozin, apo jo të lëmë të zjej pak në qetësi, bëjmë shkëputjen tonë për publicitet, ka reklama tani, dhe rikthehemi shumë shpejt për të gatuar dhe recetën e fundit, çfarë kemi pastaj? Në një ëmbëlsirë për shok. Çokolata shtëpie. Ta mbyllim me të ëmbël pas publicitetit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Ju kujtojmë se kemi përgatitur 5 foliat të mbushur, e kemi në furrë, në pjekje sipër, besoj se deri në përfundim do të jetë gati për t'ja u treguar. Kemi vazhduar me gjellën me mish me qep. Edhe në tavë mund të përfundoj, edhe në tenxhere mund të vazhdoj procesin e zjerjes. Në një temperaturë mesatare, vazhdon të zjedhe mishi dhe qepa po ashtu. Tani do t'ju tregojmë produktet e çokoladës shtëpis. Faleminderit. Çokolada shumë e mirë për zemrën, ka magnez. Ambisat, s'ka çokolada. Sa përqind kakao ka kjo? 60-70? Tu nga shija aty duket. 70. Te 70-a, që është jo shumë e ëmbël, edhe shumë e mirë, është e shëndetshme nga pak. Për zemrën është e shëndetshme, ka magnez. Çfarë do të përgatisim ne? Kemi çokoladë të zezë 250 gram, kemi biskota, 70 gram lajthi të pjekura, edhe të bluara, 3 lugë gjelle qumësht, 3-4 lugë gjelle kokos të bluar, dhe 1 lugë çaj që është opsionale, rum. Paksa për atë aromën. Përgatisim pra çokolata shtëpie. Në këto përbërësit, pra biskota, lajthi, kokos, mund t'jenë lajthi të bluara, mund t'kemi bajame, po receta e do me lajthi, si duket kombinohet dhe më mirë. Si të dëshironi ju. Këtu kam edhe në fletza, këtu kam vendosur edhe fësti, këtu kam biskotat, sheqerin, arën e kokosit, që të gjitha vendos një tenxhere me ujë, një qelçi, për të bërë për shkrirjen e çokoladës të banjo mari. I shtoj. Me avujt që do të krijoj tenxherja normalisht do filloj të shkrihet. Tu do të marr biskotat, do t'i bëjmë pluhur dhe ato. Pa. Kemi pluhur sheqeri, kemi pluhur kokosi. Disa për shembull shtojnë edhe gjalp. Aty tek biskotat. Disa shtojnë gjalp, disa nuk shtojnë.
Ja të shikojmë a ka filluar apo jo çokolata të shkri në banjo Marisa, të filloj të ngrohet fundi. Ne pak gjalpin të lutem? Fundi i faleminderit tasit. Me mos harojmë edhe pak, do t'i sjellim, sepse unë shtoj pak gjalp. Jepa të shkëlqimin dhe ndihmon edhe më mirë për t'u shkrirë të çokolata. Pluhurin e sheqerit aty poshtë dhe pluhurin e biskotave. Fillon edhe. Tani ajo shkrin dhe nëse e lëm 1 minutë përsëri ngrin, kështu që duhet punohet sapo të shkrit bashkohet. Direkt. Pluhurat. Po të doni ju, unë faktikisht nuk I kam shtuar pije. Ato rumin që kishim në recetë. Sepse e ndryshon pak atë shien, e ndryshon pak shien. Ja, edhe pak sfare që të shkri këtu. Largoj pak sa vëmendjen. Është bërja se kam lënë këtë çokoladën e vogël. Pra, kjo është ajo gjella me mish dhe me qep. E lëngshme dhe që është për drekën e sotme. Shu e përzim, e lëm që të pushoj, të mpikset dhe pa dyshim shion edhe kur është e ftohtë edhe për një ditë më pas. Tani, me qënë se sollëm gjellën, në tryez le të sjellim edhe këto antipastat e vogla, janë në gjendjen e mirë. Janë fryt dihet që ka atë tendencën për të sfoljat për shkak të vezëve gjalpit që ka në përmbajtje. Dhe ja cili është rezultati, po I lëm kështu në tepsi për ta parë. Janë pjekur dhe duken shumë të mira, shumë të shijshme. Kanë atë mbushjen me djathin që shkrin, me proshut, me pak hudhër, me bim aromatike dhe ja tek I keni 10 të tilla për një petë sfoljat. I lëm që të ftohet dhe I kemi aty për familjen tonë. Tani rikthehemi përsëri te çokolata, ka shkrira çokolata, besoj? Po të shkrir ka shkrirë, po që është edhe e nxehtë. Që mos kemi asnjëherë problem me masat. Shtoj masën këtë çokolata. Po. Pra do më thënë këtu kishim në pluhur kokosi, po. Kishim lajthi ose stika, bajame dhe pluhur sheqeri. Po, ja. Këto janë përbërësit që janë tek tasi me pluhura, të cilat I bashkuam tani me çokolatën e shkrirë. I bëjmë si topsa, apo do t'japim format të tjera? Sepse është e nxehtë edhe ena e qelqit. Po dua ta punoj këtu sepse është e nxehtë dhe I bën është akoma edhe më mirë. Të janë tamam çokolata festive, që kanë brenda edhe ato që dikur bënin edhe ëmbëlsinë edhe bukurinë. Normalisht gjyshet tona çfarë bënin? Kur kishin sheqerin e kristalt, merrin atë shishen e qumshit apo të kosit, edhe jepin ollajinë e trashën dhe I shtypnin sheqerin për të bërë. Pa arat me gjithçka në mënyrë të tillë vepronin. Kishin shumë pak mundësira. Tani janë të gjitha mundësitë për t'i kthyer arat edhe çdo produkt tjetër për 1 minutë në gjendjen që dëshiron. Patjetër. Tani kjo është punuar derisa sepse është e nxehtë
derisa të mos ngjit kjo si brumë, si masë. Dhe kjo është e fundit, besoj. Kjo është e fundit. Punoj mirë dhe tani është momenti që t'ju japim atë formën. Unifikoj, jap tjetë e një trajtshme. S'ka nevoj as të qëndrojnë në frigorifer, as të piqen, i bëjmë aty formën dhe i përdorim ka përshtypje dhe për të qërasur. Me qënë se kemi dhe plurin e kokosit këtu tani, që i ngjyem aty, i përkasim edhe i japim atë idenë e flokëve të borës dhe janë dhe shumë festive dhe shumë të thjeshta. Shohim edhe njerë së bashku recetën e shkruar, si mund t'i përgatisni në shtëpit tuaja këto çokolata shtëpie. 250 gram çokolate zezë, të cilën do t'a shkrini në banjo mari. Më pas do të përgatisni 120 gram biskota, i grini, bëni pluhur, i bashkoni me 70 gram lajthi të pjekura edhe ato të bluara, duhet një 3 lugë gjelle qumësh për ta njomur pak masën, 3-4 lugë gjelle kokos të bluar, plur kokosi, dhe 1 lugë çaj rum. Ne nuk e shtuam sot, por nëse dëshironi mund t'ja shtoni nëse e pëlqeni dhe aromën e rumit. Dhe i përzjeni bashk, formoni këtë masën e brumit, duart me vaj dhe i jepni format. Një masë. Sigurisht edhe kjo pudrosja ka të lezetin edhe bukurin, shijen po ashtu. Duhet të ftohen, Të marrë një pjatë me ngjyrë që ti vendosim, sepse masa është ende e nxehtë. Është e nxehtë dhe duhet të qëndroj pak. Marrë një shile se i shkon më shumë me ato flokët. Si të dëshiruash ti. Ajde, kur ta të mëruash edhe si të dëshiruash. Si të doje bardha zemër ty. Top kemi për të bërë, po ja, kjo besoj është mjaftueshëm. Pa tjetër që të ftohet, se shumë e nxehtë, edhe nuk qëndron. Të mftohet dhe mpikset më shumë. Pa tjetër dhe më pas sërisht u jepet një formë. Sërisht u jepet forma e rumbullakët. Që bashkohet mirë me plurin e kokosit. Ja, për shembull. E tillë, se është shumë delikate. Sepse është ende ngrohtë, sepse sa më shumë kalojnë minutat, aq më shumë ngurtësohet edhe çokolata, kështu që e mban atë formën dhe e punojmë dhe pak. Kush nga ju nuk ka vjedhur çokolata? Brezim? Po kishte mungesë për ta pret mendja. Po ku i visnit? Apo kur linte një mysafir për shembull që e linte edhe nuk e konsumonte, që atëherë asnjë nuk e linte në pjatë, ne gëzohesh të hanim vetë. Po kështu ka qenë. Mi, po kjo pjesa e të vjedhurit si ndodhte. Po në të vjedhurit, po në thojza, në thojza se si. Në thojza videt edhe libri edhe lule. Në thojza me zemër se ku kishte atëherë numëroshin gjitha. 6 cop, 12. Atëherë ishte jeta matematike gjallë. Tani është bërë ekuacioni vështirë shumë. Por, unë them, ka më shumë zgjidhje se sa probleme sot. Më shumë zgjidhje dhe zgjedhje. Po, thashtë në të them në... E ti bëjmë ca flokë bore. Shi si hapet? Këtë të parën, për shembull, mund ta ripunosh. Që se mund t'jetë ftohur, po, kjo është ftohur pak dhe i vendosim tek pjata. Kështu pra i formoni çokolatëzat për shtëpinë tuaj, se çfarë forme mori kjo si hartë, kështu e gjitha me bazën me shtratin e kokosit. E përdorni dhe brenda pra tek mielli, tek pluhuri i kokosit, edhe për ta pudrosur çokolatën. Ne do t'i vendosim tani tek pjata, ju mos harroni, i keni në YouTube recetat e sotme. Pra, sfoliatën e mbushur, shifeni si ka ndalë, edhe e shumë e shkrifët, se dihet që peta sfoliatë është shumë e shkrifët, gjellën me mish viçi dhe me qep, me erza bim aromatike, shijon shumë, me një bukë të ngrohtë të bërë vetë në shtëpi.
Dhe çokollatat pastaj për Sërish do punohen, sërish. Nuk e di a do arrim që t'i punojmë për së dyti. Ja, të tilla, sepse kështu bëshin dikur. Do t'i vjedhim si... Po, si? I bën kështu si bonbone, këtë jep të formë kështu si... Bonbon, don apo don, bonbon. Ja. Nga do një herë, më ndryshë kur jam në shtëpi. Arove që... Mu them ta mbyllim. Mbyllë se do lë kokrën e namit, mbyllë. Ju falenderojmë për vëmendjen, shihemi pas pak me rezën ton, kalofshi bukur këto minuta, kështu që bëni diçka të shpejt për anvisat që janë mbërthyer para ekranit, ju pres pas fleshit informativ. Fund viti është gjithmonë një periudhë reflektimi për të gjithë ne, ku jemi pak më të ndjeshëm, ku ndihmojmë më shumë, ku dhurojmë më shumë, ku kemi ndjeshmëri më të madhe. Po mirë, kjo ndjenje bamirësisë nuk duhet jetë patjetër një akt sezonal, pra në një periudhë të caktuar të vitit, po duhet jetë çdo ditë, sepse nuk ka një akt më human dhe më të bukur se sa të ndihmosh dhe të japësh për të tjerët. Pikërisht, për këto mesazhe të bukura që vinë në këtë fund vit reflektimi, jemi në studio me Emiliano Starovën, mirë se erdhe Emiliano, me Nexhi Klogjerin, mirë se erdhe Nexhi, dhe me pedagogen Helena Aliaj, mirë se erdhet. Mirë se gjeta, Knaci. Dhe do ta nisim me Emiliano, sepse sapo ka përfunduar një event, një aktivitet bamirësie, ku biletat në qytetin e Elbasanit, e theksojmë patjetër, ku biletat do të shkojnë për bamirësim. Trego pak për aktivitetin si shkoi dhe si të lindi ide për të realizuar një event. Kam 6 vite që merrem me këtë aktivitet, duke ndihmuar 5 familje në nevojë në qarkun e Elbasanit. Këtë aktivitet se kam bërë vetëm, kam bashkë me Nexhin, të dy bashk, duke ftuar këngëtar, sponsor, se vetëm nuk bëhet koncerti miki. Pra ftove këngëtar të këndonin dhe u realizua një koncert, biletat e cilit do të shkojnë, do të ndikim edhe pak pamje, do të na shoqërojnë. Azilin e pleqve në Elbasan, duke shtuar drekën ose darkën e vitit të ri, duke mendu diçka ndryshe. Dukur fort. Dhe këtë aktivitet, këtë akt human, ti e realizon çdo vit, apo jo? Vit për vit. Si e pritën këngëtarët apo të ftuarit këtë ftesë? Këngëtarët nuk është se kanë prit goxha mirë. Ka edhe nga ato njëki që në momentin e fundit thonë që me që po bëm ti. Më kuptam? Se nuk do të flasë shumë për këtë pjesë. Me që po bëm ti, duke i thënë që ky është koncert bamirësie. Domethënë, kur ti u thoje që është koncert bamirësie, ka qenë shmangeshe. Më trego pak cilët kanë qenë pjesë. Miki që më kanë akuzuar vit për vit që ti këtë të ardha i vjedh, ose nuk i çon aty ku duhet. Janë mosbesues njerëzit. Ndodh në fakt në raste të tilla. Nexhi, ti je gocë re, je përfshirë në akte të tilla për të bërë... Unë jam në 2 fëmijëve në rreth parë, që është një gjë kjo që ndodhi është shumë emocionale ndaj meje. Emiliano më bëri ftesën për të parë që t'i bashkohesha kësaj nisme, që ai ka vite që e bën, për arsye sepse më kishte parë shumë raste që unë i bëja bamirësi por në heshtje. Shumë vajza, shumë nëna më kanë shkruar kur unë kam një biznes privat timin me veshje dhe në momentin që koleksioni më tepron ose nuk po më ecën, unë i dhuroj. I dhuroj për të gjithë femrat. Çfarë ndjen ti kur dhuron? Sigurisht jam shumë e lumtur. Sepse bëj të lumtur dikë tjetër. Emiliano kishte parë këtë fakt te unë dhe tha bashko me mua për këtë nisëm të koncert që unë organizoj çdo vit. I thash po. Dhe bashkë kemi ikur në shumë familje në Elbasan. Dhe përcaktuam 5 nga tyre që na u duken më shumë në nevojë. Miki, po. Mundësia e koncertit për 5 ishin, sa aq është kapaciteti i teatrit Skampa, për të çelur biletat e për të shkuar të ardhurat. Po ky është një akt social i bukur, që vjen nga 2 të rinj që mendojnë të dhurojnë dhe të bëjnë bamirësi. Dhe jo vetëm në fund vit, por besoj dhe uroj që edhe në unë bëj 2 javë në vit fatikisht, po koncertet do të njëjtit lloj. Elena, edhe ti si pedagoge, të kemi parë në ndërveprime të tilla të akteve të bamirësisë, duke përfshirë edhe studentët në to. Shiko, e di çfarë ndodh. Po e mbaj të kafe lavaza jo për rastisht, domethënë këtu në dorë. Sepse bisedat lindin në kafe. Po, eksakt. Dhe dyta themi nuk na kushton asgjë nëse shpenzimet e një kafeje mund t'i çojmë për dikoj cili ka nevojë. Ajo çfarë ndodh në fakt me studentët,
kur bëjmë këto organizime që shumë herë edhe ne nuk i promovojmë, pavarësisht se është shumë e rëndësishme se ne bëjmë dhe një seminar të hapur, një orë të hapur, për qenë edhe vlerësues ndaj mundësive që kanë studentët për të shkolluar, që dikush se ka për disa të mira materiale që kanë për telefonat e mirë, për transportin e siguruar, ka dhe shumë student me makina, dhe çfarë ndodh, ne du t'jemi, të kthejmë kokën shumë herë, t'jemi mirënjohës edhe ndaj prindërve. Dhe ne nuk e bëjmë vetëm për bamirësi, bëjmë edhe një lloj, le të themi, sensibilizimi për studentët, sepse nganjëherë edhe të rinjt duket sikur depresionohen, duke qenë të investuar vetëm në ajo çfarë shohin sipërfaqësisht në rrjetet sociale dhe nganjëherë ndihen edhe të dëshpëruar, edhe pse i kanë këto mundësi. Është e nevojshme të shkundim ata dhe t'ju themi edhe këto mundësi nuk janë pak. Kjo nis te kafeja dhe i themi, nëse sot do pim një kafe dhe ujë, në lokal nuk do pim sot, dhe lekët do t'i mbledhim gjithë bashkë, pavarësisht se ka shumë student që investon shumë më shumë. Por nisma fillon, në radhë parë gjejmë një familje, kontaktojmë me administratorët zakonisht të zonave, dhe pastaj kjo familje marrim gjithë dhënat e familjes, sa fëmija, numrin e këmbëve, numrin e veshjes, çfarë nevoja kanë në shtëpi, dhe marrim të gjitha produktet ushqimore. Dhe studentët bëjnë gjithë bashkë dhe janë shumë, dhe dinë se është një nismë interesante. Kjo dhe gjithmonë ne nuk e caktojmë datën që mund të jetë fund vit, apo mund të jetë fundi sezonit të tyre që kryesisht mund të jetë maj ose qershori. Për arsye sepse ne kemi shumë studentë dhe përtej kësaj ato edhe e bëjnë share. Dhe në fakt nuk ju mungon dëshira për të qenë kontribues emocional, se në fakt njerëzit kanë kontribut qytetar, kontribut politik, social, e tjerë moral, edhe ne kontribut bëjmë në media shumë më shumë se sa të tjerë dhe kur i promovojnë, sepse to janë modele shumë të shëndetshme dhe është e nevojshme që të evidentohen. Dhe shikojmë mënyra se si e përqafojnë. Dhe më besoni që të gjithë studentët kur vinë me të gjitha ato qeset, që shkojnë te marketi dhe marrin të gjitha llojet e produkteve që i duan një familje për X muaj, se ne përpiqemi sa më shumë, dhe madje ka një lloj edhe dëshire për të thënë që kam marrë dhe këtë, kam marrë dhe atë. Domethënë, ti duhet thjesht të bësh gjetjen tek njerëzit për të kuptuar se çdo njeri brenda çënjestije ka pjesën e butë. Por ajo çfarë imagjino ti ishte kjo gjithëpërfshirëse, gjithsesi sa ndryshim do të jepte shoqërisë. Edhe të njerëzit që kanë edhe pushtet ekonomik dhe pushtet politik. So unë mendoj që njerëzit japin dhe bëjnë ato çfarë janë. Nuk mund të jesh i kamufluar gjithkohës dhe të shfaqesh si duhet. Domethënë ka shumë njerëz që janë bamirës, për shembull, nuk harroj periudha të rëndësishme në fundvit, se përgjithsisht në fundvit kanë atë balancë ndjetor dhe dua të bëj një bamirësi. Po, dhe më pyesin, Elena, dua të bëj një bamirësi për shembull, ku mund ta bëj? Dhe shumë herë bamirësia duhet kuptojmë një gjë. Nuk është vetëm bamirësi ekonomike, është edhe bamirësi profesionale. Un kam njerëz të njohur, bashkëpunëtor, miq, kolegë të pasur, dhe njerëz nga biznesi që kanë paguar për shembull bursa, kanë paguar studimet e shumë të rinjve të cilët nuk kanë patur mundësi. Dhe kur më pyesin them, "Okej, pse s'merr përsipër, siç ndodh në vende të tjera, por ka edhe komunitete fetare që e bëjnë këta për jetimat të tjerë, që ti e sponsorizon formimin e një studenti dhe në fund ti e din që këtë studentin i ke dhënë një dorë, domethënë në shkëlqimin e tij, në rritjen e tij. Dhe mendoj që ndoshta mundësia për punë dhe mundësia profesionale është bamirësia më e mirë që mund t'i bëhet dikujt. Përtej bamirësive të tjera pastaj, siç janë dhe të rinjt edhe kolegët që e bëjnë shumë herë, dhe duhet çuar kjo. Në momentin që flitet edhe në media, organizohen evente, ka mbështetës, nuk është se mungon dëshira për të qenë aty dhe nuk është se duhet të kesh shumë për të bërë pak ose shumë. Dhe nuk duhet dhe frenimi, se për shembull u tha dhe nga kolegë që shumë herë, jo të gjithë ndoshta në gjendjen e tyre në mundësi, dhe jo të gjithë e kuptojnë kohën, sepse shumë mirë edhe këta të rinjt, edhe shumë të rinj tjerë që e shikoj që bëjnë pafund aktivitete, edhe të bukura, ka shumë raste që falenderuar, eksakt, të vlerësuar shumë. Jo, po flas për të gjithë të rinj, nuk po flas për ty, se ne nuk po flasim për ty në këtë emision, ne po flasim. Ti gjë e ke bërë punën tënde. Secili e ka bërë punën e vet, por ne gjithë secili nga ne mundet t'japi, domethënë asgjë nuk të kushton përqindje. Cila është kauza sociale që ju ka prekur më shumë ju të dyve? Në fakt është edhe pjesa e komunitetit të rom. Ato na u dukon dhe janë më të paragjykuarit dhe më nevojtarët në shoqërinë tonë, mendoj unë, se ne i kemi prek dhe nga afër. Pa veçuar dhe njerëzit e tjerë, familjet e tjerë që kanë nevojë, por ato janë si në marrëdhënie pune, ashtu dhe në marrëdhënie shoqërore që janë shumë të paragjykuar dhe nuk janë aktiv. Ne këtë u drejtuam si fillim. Pastaj, duke parë dhe familjet e tjera, përzgjodhëm 5 prej tyre. Qartë, Emilian, ty të ka frymëzuar dikush për të marrë akte të tilla bamirësie? Ja, këtu më prekti mo. Pa, dikush që unë kam familje, sa unë printe mi kam të ndamë. Nga kjo pjesë jam frymëzuar që pse ja bëj bamirësi, se vetë kam vujtur
më thënë drejtën. Dhe ja ku jam sot. Ke vuajtur divorcin e prindërve? Në çdo gjë në familja. Dhe kjo të ka shtyrë që ti të organizosh të ndihmosh të tjerët. Edhe kam dalë vetë. I ke marrë vetë përsipër. Si ndjehesh kur bën bamirësi, kur ndihmon të tjerët? Mbushem shpirtërisht, e bëj me shpirt. Ke marrë mirënjohje? Patjetër. A të ndryshon bamirësia, Elena, dhe në ç'më mënyrë të ndryshon? Shiko, bamirësia është e pavullnetshme, mendoj unë. Nuk mund të bëhesh bamirësi se okej, pavarësisht se ti thua të tjetri bëu ose hajde bëhemi bashkë. Në momentin kur ti thua dhe e përqafon, ai është bamirës, por thjesht duhet dikush që t'ia kujtojë se duhet ta bëjmë këtë gjë. Nuk është problemi të ndryshimi, është problemi të një lloji shpirtërore, siç tha Emiliano. Eksakt, është një lloj egzaltimi emocional që të ndodh ty, edhe ti e merr me vete, edhe shënon jetën tënde. Për shembull, po e themi, ne me një grup bashkëpunëtorësh kemi bërë shumë vite rresht të Zubera Lulli Krishtlindjet, bënim 25-ën. Edhe dinin, edhe drejtoreshat, u ndruan gjithë drejtoreshat, ne vazhdonim bënim të njëjtin me biznesmen super të njohur, të cilët kontribuonin me shumë dëshirë. Dhe bënim aktivitete dhe për shembull sot kur kthehesh dhe kujton, mas 10 vitesh për shembull se këta janë shumë më të ri, kur kujton kam një letër dashurie, për shembull të njëjtit nga fëmijët. Se unë dua që baba gjyshi këtë fundvit më sjellë një mami si Elena etj, sepse ne në ato ditë për shembull ne bënim organizimin dhe kuptonim nevojat e tyre të veçanta që donin profesor, se ato i kishin nevojat bazike. Po ne gjenim element të tjerë, edhe sigurisht organizojmë në Nemi Fest, dhe nuk mund të harroj për shembull të ndjerë Margarita Gjepa që na mbështeste gjithmonë. Dhe mënyra se si u fliste me aq dashuri, se për te miqësisë që kam patur me të pa, ajo ishte e gatshme gjithmonë për qenë aty. Kështu që ka shumë personazhe që janë edhe të njohur, edhe të zot, por ka edhe shumë të heshtur. Bamirësia duhet bëhet transparente, publike, apo duhet bërë në heshtje? Shiko, për veten time. Jo, e kam fjalë që mund ta tregosh në media, mund ta tregosh kudo në rrjetet sociale që kam ndihmuar këtë, si është më mirë. Ka disa forma në fakt. Ka njerëz që nuk e bëjnë transparente. Ka shumë që nuk e bëjnë. Po, ka shumë që nuk e bëjnë. Njihni personazhe të njohur që bëjnë mirë. Nga fusha e biznesit po, pafund, domethënë nga fusha e biznesit po, është e vërtetë. Ka figura që kanë për shembull mund t'i përmendim se jo. Unë njoh Aurela Gaxhen për shembull që më është ofruar direkt. Sa i kam shkruajt, po ku po e bën, si do e bësh, hajde jam këtu, jam e gatshme. Ne kemi patur për shembull me Kadri Morinën, e Rusik kemi patur bashkëpunime të jashtëzakonshme për Zubera Lullin. Për shembull, ishte bashkëpunëtori qendror, le të themi, në eventet që bënim vazhdimisht atje. Madje nuk e harroj një element kur më thot një herë Helena tha përveç se të gjitha që ju duhet, ne do t'u japim sa dhe kesh ca leksa që ata të bëjnë çfarë duan, kur dalin nga shkolla ose nga institucioni. Dhe ishte një moment një gjetje, ua, thash sa mirë që të paska rënë mendja për këtë, se ne ishim përqendruar te festat, te kartolinat, te dhuratat, te sportet, te gjithë gjërat e tjera të nevojshme. Dhe është një moment për shembull, pse jo, le ta themi, ai vazhdon me biznesin e tij si shumë biznesmen të tjerë. Kemi patur raste për shembull të studentëve të cilët kanë qenë në nevojë. Dhe neve kemi bërë në heshtje, në dakordsi me njëri tjetrin, duke parë kurset apo rrethana dhe kemi thënë ose për Krishtlindje, për Bajram, për fund vit, të t'ia bëjmë dhurat x studente për shembull të gjë se ka të nevojshme ose studentë që kanë patur nevoja, për shembull nuk harrojmë edhe institucionet fetare, qoftë kishat apo xhamit që kanë ndihmuar dhe studentët që kanë pas vërtet nevojë. Se në fillim kishat dhe xhamit kanë qenë ato që kanë bërë bamirësi dhe kanë ndihmuar. Më pas kjo është shtrirë edhe më tepër në shoqëri. Cilët ndihmojnë më shumë? Shoqëria e mesme, shoqëria më e pasur? Në fakt të varfrit ka më shumë zemër në varë. Do të thosh që të kesh pasuri dhe të ndihmosh. Ka njerëz që ndoshta nuk kanë shumë pasuri ose nuk është se kanë shumë të arë, nuk janë të pasur, por përsëri kontribojnë në një farë mënyre në llojet e tjera të bamirësisë që ti përmende. Për shembull, unë mendoj që është pak edhe familjare, edhe genetike. Domethënë nëse ti ke parë që nëna dhe babai ju t'jep, janë përpjekur të ndihmojnë dikë. Është ai shembulli i cili është i pamundur që të mos ndodhi në jetën tënde. Kështu që kemi pa edhe studentët e shprehin her pas here ose njerëzit që rrimë, edhe mami im jepte ose gjyshja jepte ose ishim gjithmonë derhapur, gjithmonë për të ndihmuar njerëzit. Kështu unë mendoj pak është edhe mësuar, është edhe pastaj patjetër është edhe individuale dhe ka njerëz për shembull që edhe nga institucionet fetare, më beso të besimit, duke qenë se duhet me patjetër që ti jesh një bamirës, domethënë në të gjitha të ardhurat e tua që ke, një pjesë duhet ta çosh për dikë i cili ka nevojë dhe kryesisht janë të pamundurit, ata
të cilët vujnë nga shëndeti dhe jetimët. Qartë, nëse shohim botën, kulturat e ndryshme, e kanë si pjesë të kulturës tyre sociale të ndihmuarit, bamirësinë. Shiko, ato kanë dhe vullnetarizmin, ne kur bëjmë projekte, bamirësie, vullnetarizmi është më i shpejtë. Do të thonë të gjithë e përqafojnë. Do vi dhe unë vullnetar, okej, po vi po të ndihmoj për këtë gjë. Pavarësisht se ne nuk e kemi në traditë dhe në kulturë masive. Po ta krahasojmë me shoqërinë e huaj, shoqërinë tonë, duke qenë se ato e kanë pjesë shoqërisë tyre, vullnetarizmin, humanizmin, bamirësinë. Ne kemi pak në hije. Jo, e kemi familjar dhe kemi fisnore, mos harro. Do të thonë, do ta ndihmojmë filanin se e kam kushëri dhe e kam, nuk e di se çfarë do ndodh mas 5 vitesh, por deri tani ka ecur, do ta ndihmoj për punësimin, do t'i jap edhe një mundësi, do t'i jap një krah, do të thonë ka shkuar pak edhe me familje, me fis. Jo, kanë fjalën duke qenë se të rinjt tanë janë pak më të ftohtë në brezin e sotëm. Po mjafton, jo vetëm teknologjia. Mjafton ti ngacmosh edhe të rinjt bashkëkohen. Ja nismë për shkakun që kanë parë fotot edhe kanë parë aktivitetin se kemi shumë mish përbashkët, kështu që publikisht po i tregoj pak nga emrat e morën pjesë në... Po, emra që mu bën pjesë. Mi kujto, se. Në bërë shumë, Balbona Halili, Denisa Gjezë, e shumë tjerë. Performuan, kënduan, po. Erdhën shumë njerëz në koncert? Pa tjetër, teatri që e plot. Tani ka përfunduar, ju i keni ndihmuar familjet, më thënë i keni shpërndar... Vetëm ka ngel pjesa e biletave, që ne akoma e kemi lekët, po kemi vendosur një datë tjetër, datë 11. Do shkojmë për azilin e pleqës më shuarve në Elbasan. Do shkojmë një drek me muzik, do kërcejmë, do knaqemi atë. Do t'i ofrojmë dhe një psikologe nga ana jonë, që është ajo vullnetarisht, që do shkoj javë për javë atje, që të bëj biseda, të bëj argëtime me të moshuarit. Të shkoj javë për javë. Javë për javë. Për të ndihmuar ata emocionalisht dhe psikologjikisht për të shprehur se kanë nevojë. Sa i tham projektin, pa tjetër, tha do vi me këndësi dhe javë për javë do shkoj që ti organizoj diçka të bukur. Ndërkohë më thej që ke 2 fëmijë. Si ua ke përcjell atyre pikërisht këto akte humane që ti je përfshirë në kauza të tilla? Ato janë gjithmonë me mua, se unë i rrise vetme. Jenën e vetme? Po. Edhe gjithmonë më shohin, jo vetëm për këtë fakt, por edhe, siç thash, edhe gjërat që unë i kam bërë pa i shfaqur. Sepse vi me mu gjatë gjithë kohës, kam takuar shumë vajza në Elbasan, që i kam ndihmuar dhe me shpirt. Mbase ndonjëherë dhe nuk mund t'i ndihmoj dot materiale ose me të ardhur financiarisht, por në fakti që i kam dëgjuar dhe i kam treguar një pjesë nga historia ime, ato kanë marrë një frymëzim nga unë, shpirtërisht edhe duke u bërë më të forta. Dhe një mjafton edhe një bisedë, edhe një fjalë, edhe një përkrahje. Dhe kjo është një mbështetje, është një mbështetje që unë ja kam bërë personalisht, kur më kanë ardhur, më kanë takuar dhe fëmijët e kanë parë situatën time, kam parë çfarë merrem unë gjatë gjithë ditës, edhe më bëhet shumë qefi sepse ato do rriten me këtë frymë. Edhe në Kopësht ose në shkollë ku janë, e shoh këtë dallim sepse kur më thotë mësuesja që kishte për të hëngrënë se unë ja jap ushimin se është diçka kështu shumë simbolike, ja jap ushime me vete dhe ai e ndan me të tjerët. Mua kjo më mjafton. Pra në moshën që janë të ndash me të tjerën është fillimi i një akti të tillë dhe duket që nga shpirti, buron nga shpirti dhe kjo është gjë më e mirë që ne edhe ne që jemi breziri apo që edukojmë fëmijët të mësojmë që të japim. Të falim mbi gjitha. Emiliana thaj që këtë gjë e nisa duke qenë se pata probleme familjare, pra divorci prindërve, këto problemet më bën më të ndjeshëm për të ndihmuar të tjerët. Pra, kështu fillon bamirësia, kur ne nuk kemi mirë me veten dhe kemi kaluar situata të vështira të këqija në familje me veten tonë, apo dhe ata që kanë shpirtin plot janë të lumtur, kanë gjithçka, edhe ata mund të kontribojnë. Se e kemi parë pak të kundërtën, e kemi parë pak të kundërt. Ata që kanë kaluar dhe që janë sfiduar në jetë, janë më të ndjeshëm për të ndihmuar të tjerët. Po, nga njëherë rrezikon të bëhet më të vështirë dhe më të keqe dhe më mosmirnjohës. Ishte gjithmonë nuk ka formula shumë të sakta në këtë gjë. Unë mendoj që njerëzit duke janë më të kuptueshëm kur rriten në rrethana të vështira. Sigurisht që e kuptojnë gjendjen e tjetrit pak më mirë, por nga ana tjetër ti është edhe mënyra se si i organizon ti veten tënde.
si që organizon në veshje, në ditë, cili është qëllimit, ashtu ti e ndan një gjë. Se njerëzit për shembull janë kavalierë në gjërat e vogla dhe kur ata janë kavalierë të vogla janë dhe të mëdha. Dhe të dhënia mundësive, dhe të ndarë, nëse një fëmijë, një nxënës është i ndan detyrat me të tjerët, ndan dhe lëpirëse dhe ëmbëlsirat. Kështu që ti je person që i ndan, ti je person që je me gjithë të tjerë, je person social. Dhe njerëzit që janë social janë më shumë të ndjeshëm dhe janë më shumë të përfshirë dhe shumë herë përfundojnë dhe duke qenë edhe më të varfër dhe më pak karrierist. Sepse nga njëherë ti duket sikur ju përket të gjithë dhe je shumë pak i organizuar dhe duke i mbledhur gjithë gjërat për vete. Por nga ana tjetër, ti je shumë i pasur edhe shpirtërisht, edhe nga ana shoqërore, nga ana sociale, sepse ti përmbushesh vetë, por njëkohësisht jep edhe një duke u përmbushur je një njeri më i mirë. Sepse njerëzit fillojnë pendohen që s'kan bërë bamirësi, që s'kan mbështetur, si kanë thënë fjalët e mira në shtratin e vdekjes, në fund kur janë smur etj. Dhe fillojnë dhe japin edhe këto leksionet, po nuk ka nevojë të japësh aq vonë. Ti mund ta bësh shembullin tënd çdo ditë, që në mëngjes kur ti ja merr mbeturinat një komshie plak, dhe që kur e merr dikon rrugë për shembull që studentët e qeshit, unë i marr studentët për shembull, s'është për të thënë. Ju them hajde mos paguni fare bilet, hajde me zyshën, ato i hiki unë. Do shkoj unë atje ku do shkoj. Do të thonë ose një tjetër që do ta gjesh një plak në rrugë. Pavarësisht se ty ndoshta të pret shumë kohë, por 1 minutë është ajo. Ti mund të bësh gjëse të vogla, të cilat janë shumë të mëdha për dikë, për një njeri ndoshta që e ka nevojë. Por gjësi i madh është edhe nëse e frymëzon dikë, nëse e merr dhe e motivon, se ne kemi pafund divorce, kemi probleme pafund sot, edhe të shëndetit, dhe ti rri afër nëse dikush operohet dhe ka kaluar një moment të vështirë, ti e merr në mëngjes dhe e pyet si je, edhe ndarë e merr po prap, ja ndryshon, sepse në fund ne vuajmë dhe njerëzit që duken të fortë dhe të realizuar, në fund vuajnë për atë telefonatën e cila nuk të vjen. Dhe nuk të thotë dikush Elena si jeti, a ke nevojë për gjë. Sepse ndoshta ti je gjithkohës me energji dhe jep dhe harroj njerëzit në fakt se magazina është bosh emocionale, sepse njerëzit dhe duhet ta kuptojnë dhe ato që ka para, që ka pushtet, që është mediatik, që ka nevojë për një telefonat dhe ti thua, po ti si je? Se të thonë harroj që të kesh pasuri edhe të jesh dhe i mbushur shpirtërisht. Të mos kesh nevoja, ka edhe raste të tilla që duhet, prandaj po them bamirësia është në gjitha këndet, sepse njerëzit kanë nevoja të ndryshme. Patjetër, si shpirtëror ashtu edhe material. Një thirrje, një mesazh për të rinjt që na ndjekin. Tash jo, Miki, në janar do bëj një tjetër gjë. Mos më thuaj që u frymëzove tani apo kishe menduar. Ne e di shumë mirë që ne kemi shumë gjë. Patjetër. Në janar do bëj diçka tjetër, por jo për bamirësinë. Për njerëzit që kanë nevojë për gjak. Do marr gati 20 veta që durojnë gjak në Elbasan, për njerëzit që janë për talasemi, që i duhet gjaku shkurt. Dhe kjo te bamirësia futet, që the që nuk ka lidhje me bamirësinë. Po, jo me lek, që ta ndajmë. Të dhurosh do të thotë vetëm lek, të dhurosh sa po e tham që vjen në shumë forma. Do të përfshihet edhe Nexhi tek patjetër, Nexhin e kam. Kështu që kjo është thirrja e më duke zëmshojmë. Po dhe ty s'ka bërë të ndihesh mirë, kështu që unë gjithmonë jam ndjer formale, edhe pse tani po bëhen publike, unë jam ndjer mirë dhe kur nuk i bëja publike. Unë mjafton, kam arritur në një pikë Miki që mjafton me lumtur me veten time. Unë t'jem e lumtur kur bëj vepra, sikur të pak edhe të vogla, edhe pa u bë të mëdhaja. Unë jam e lumtur, edhe pse Emiliano më përfshiu në këtë pjesë, okay, do ta ndjek, do ta mbështes se është miku im, por ne i bëjmë çdo ditë. Po ta shohim në një njeri që është i mirë dhe do të bëj mirë, i bën çdo ditë, edhe pa e kuptuar vetë që po bën mirë. Të gjitha, ajo që the, të ndihesh mirë vend, mbushesh shpirtërisht dhe je i lumtur, ky është përfitimi më i madh që mund të bësh, pa çka se sa ke dhënë dhe si e ke dhënë. Shumë faleminderit. Është e nevojshme në fundvit të japi mesazhe të tilla. Po. Thjesht do të falenderoj një shoqen time nga Elbasani, Anën, e cila ajo ka kontribuar pafund të koncert. Pa atë, koncerti im nuk do ishte realizueshëm. Bukur fort. Edhe falënderimi është një lloj mirënjohje. Faleminderit. Bëfshi sa më shumë vepra të mira dhe ju që na ndoqë shpresoj që të jeni frymëzuar për të bërë vepra të mira, sado të vogla qofshin ato. Ka publicitet, rikthehemi përsëri në rrezën tonë. Mirë se erdhët. Tani jam me Sidorelën. Përshëndes, faleminderit që erdhe në studio për të folur për një problem që e kanë shumica e njerëzve dhe për shkak të teknologjisë kohëve në të cilët jetojmë, bëhet fjalë për këtë mjekrën e dy fisht, double chin-in, që
i shoqëron, i kanë vënë edhe fëmijët, edhe të rinjt, edhe në mosh, por që na krijon një problem me vetbesimin. Po. Tani është bërë shumë e dukshme tek të gjithë, sepse fakti i telefonave, i kompjuterave, i teknologjisë që është kudo. Më thënë, e ke në punë, e ke në shtëpi, e ke në shtrat kur vetë për të fjetur, dhe kjo nuk ka një... gjithkohon kështu. Po, nuk ka një ndarje që kur unë shkoj në shtrat, do shkoj do flem, por ne bëjmë një scrolling, pastaj flem. Dhe pozicioni që ne mbajmë është e gjitha tek zona këtu. Një palosje, një pusitje, plus që edhe forca e rëndesës kur rim mbi telefon është e tillë, dhe na krijohet. Jo vetëm tek zona e qafës, e gushës, si i themi ne, por edhe tek zona e syve, sepse edhe pjesa e syve krijon një entje këtu poshtë, e nazolabialeve, këto vizat që na formohen. Dhe normalisht ne do sjellim sot disa truke që mund t'i bëjmë dhe Si mund të eliminojmë, mund të forcojmë, të fuqizojmë pjesën e duke i bërë çdo darkë, do jetë akoma më perfekte, por paktën kur kemi kohë nuk do e lëmë që të jetë aq shumë e dukshme, sepse degradon kohë pas kohe. Ka njerëz që bëjnë ndërhyrje kirurgjikale, kjo është një formë edhe genetike, ka njerëz që edhe kanë të trashëguar këtë pjesën e gushës, si themi, ose double chin-in apo mjekrën e dy fishëve. Vjen edhe nga shëndeti, domethënë nëse shtojmë pak në peshë, duket shumë, bëhet shumë e dukshme tek zona e qafës. Po sa ka filluar që të na duket kjo pjesa e mjekrës së dy fish, ne duhet patjetër që të fillojmë të ushtrohemi. Të tregojmë disa ushtrime efikase që nëse përsëriten mund të arrijnë një rezultat. Gjithmonë, unë si estetiste i them pacienteve të mia që edhe serumin dhe kremin hidratant duhet ta aplikoni me pak masazh, sepse i bën shumë mirë lëkurës, e absorbon. Është njësoj si kur larjen e fytyrës ne ta bënim thjesht ta vendosnim atë larsin dhe ta lanim. Nuk do kishte një rezultat, fytyra nuk do laj. E njëjta gjë ndikon dhe për kremin, për serumin, për hidratantet që ne përdorim, kremin e natës apo kremin e ditës, qoftë edhe SPF-n. Me pak fare masazh, qoftë edhe 2 sekonda, 1 minutë, sa kohë të kemi, se është kjo që nuk kam kohë, por që aplikimi duke bërë me masazhe ndihmon shumë, dhe pjesën e qafës dhe të double chin-it. Duke bërë në këtë lloj forme dhe në këtë lloj mënyre. Gjithmonë me veprimin lart poshtë apo nga si është e duhura, si duhet ta bëjmë? Gjithmonë nga dekolteja në pjesën e sipërme të qafës në këtë mënyrë. Pra me krem, apo me një serum, me një vaj? Me krem, me serumin që ne përdorim. Dhe më pas, tek pjesa e double chin-it, me të dy gishtat, me gishtin e madh dhe me gishtin tregues, e bëjmë në këtë mënyrë dhe e çojmë në këtë formë deri në fund të në fund të nofullës. Në fund të nofullës. Kjo ndihmon edhe pak sistemin kockor për pjesën e fortësisë, sepse ndodh ndonjëherë që dhe pjesa e nofullës, sistemi kockor bie në bazë të rëndesës së double chin-it. Duke ndëjtur gjithkohës kështu, edhe nofulla merr një tjetër pozicion, nuk ka pozicionin që duhet në këtë lloj forme. Dhe tek pjesa e nazolabialeve, masazhi është gjithmonë nga brenda jashtë në këtë mënyrë. Ti jep edhe një formë relaksi dhe qetësie kur arrin që të... Sepse gjithë toksinat çlirohen, nxit kolagjenin, nxit elastinën. Normalisht edhe ky pak masazh e bën të mundur nxitjen e kolagjenit dhe të elastinës, sepse jep elasticitet shumë të mirë të lëkurës. Për të forcuar dhe për të tërhequr këtë pjesën e muskulaturës, të pjesës lëkurës. Kemi edhe një ushtrim tjetër që mos ta harrojmë. Me lapsin apo me një laps ose me një stik të tillë. E vendosim tek pjesa e gojës në këtë mënyrë, tek pjesa e buzës, dhe tërheqim nga poshtë lart, kështu në këtë mënyrë. Bëhet pa folur që ta dëgjojmë, ta komentojmë vetë pastaj se e bëjmë apo jo, pra kafshojmë lapsin dhe pjesa e nofullës do të iki gjithmonë pak më para. Dhe kjo ndihmon shumë në pjesën e forcimit të sistemit kockor të nofullës. Pra duke e shtrënguar, duke e shtrënguar tendosim dhe pak muskujt e qafës, sepse që në moshën 27 vjeçe, mos të them pak më herët, krijohen ato vizat tek qafa, që është shumë e rëndësishme dhe unë e komunikoj gjithkohës që qoftë kremin, serumin dhe çdo lloj gjëje tjetër që ne përdorim për fytyrë. Të përhapet edhe tek qafa. Qoftë edhe larsin, të përhapet dhe tek qafa dhe tek dekoltea, sepse ndodh që fytyrën e kemi shumë mirë, po qafa ka krijuar ato rrudhat. Dhe ky ushtrimi është
perfekt për të qëndruar në divan duke parë televizor dhe duke bërë. Kudo. Ja, këto janë rastet kur është filluar krimi ose është varur kjo pjesa e mjekrës, double chin-i, dhe shohim dhe në të gjitha moshat dhe tek fëmijët, duke qenë se rrinë më shumë tani në telefon, kompjuter, ulet më tepër koka, forca e rëndesës është e tillë, se themi ne gjithçka forca e rëndesës na ndikon, pra tjetër edhe tek fytyra dhe tek rrudha dhe pozicioni pastaj i gjumit. Sa ndikon në shfaqjen e vetëm të këtyre rrudhave. Që mos të rrudhemi kur, duhet të flem kështu gjithkohës. Por që kjo varet edhe nga pozicioni se si gjen rehatin çdo person. Por që unë gjithkohës kur bëjnë masazhin lifting në klinikë i them shiko, sonte të pak të ruani, duhet të flesh me atë gjumin e bukurisë. Edhe klientët që thonë të fle më mirë ulur, që për ta shmangur totalisht, sepse kur ti fle, do me thënë nuk e shmang dot këtë pjesën. Por kur zgjohemi, duke bërë këtë ritualin, të pak të shkarkojmë pak ato toksinat edhe jemi pak më mirë për ditën. A ka rezultat? Japni rezultate këto ushtrime? Po. Duke i bërë në mënyrë sistematike japin shumë rezultat. Çdo gjë që është në mënyrë manuale jep shumë rezultat, sepse çlirojnë gjithkohës toksinat, jep një elasticitet të mirë të lëkurës, po ta vërejmë edhe tek syt, një masazh i tillë nga brenda jashtë syrit në mënyrë rrethore e çlirojnë komplet pjesën e nxirr të syrit, kur kemi radh të zi, po edhe pjesën e enjtjes, po. Pra, kjo nuk është gjë tjetër, vetëm një lëkurë e varur, gjë që duhet trajtuar, duhet punohet, duke qenë se është një pjesë, si thuash, e pa prekshme ose e pa trajtuar në krahasim me pjesën tjetër, pra fytyrën, ballin edhe trupin, që nuk ka një lloj aktiviteti që të forcojë muskulin e qafës. Ndaj, nëse nuk e doni, filloni tek meshkujt, po tek femrat më tepër e shohim të më shumë e shikojmë tek femrat, sepse meshkujt mbajnë dhe mjekër tani dhe nuk i bie shumë në sy, por femrat janë gjithkohës që shqetësohen më shumë për pjesën e... Ose ka një mënyrë për ta kamufluar, për shumë me anë të mjekrës. Jo se meshkujt nuk shqetësohen tani për pjesën e imazhit, por e kamuflojnë më mirë, ndërsa femrat janë gjithkohës më... E këtë tregon dhe të rritë edhe në moshë, tregon dhe më të shëndosh, kështu që disa ushtrime treguam sot, pra lapsi, pjesa e masazhit në mënyrë të vazhdueshme, sepse ka edhe persona që janë me një peshë të konsiderueshme dhe kanë për shkak të pjesës pozicioni që bëjnë. Dhe fjetja, sigurisht, dhe qëndrimi drejt, duke bërë her pas here ngritje ulje të kokës, qoftë edhe me një laps në zyrë ulur kudo që jeni. Faleminderit, Sidorela. Faleminderit, Diva. Këtu do të ndajemi dhe së bashku, do ju uruar një ditë të bukur. Faleminderit që na keni ndjekur, shihemi nesër. Mirupafshim.